Okej. Kështu që Është e vërtet Federata Shqiptare e Futbollit? A është institucioni vërtet? A thot gjithmonë të vërtetën? pa diskutim jo vetëm Federata Shqiptare e Futbollit, jo vetëm struktura e Federatës Shqiptare e Futbollit, por edhe ekipi kombëtar. Këto dyja që i kanë mbuluar me shumë zell dhe me shumë dashuri. Çudi sa Andreoti për të vërtetën më the para emisionit që thonte diçka tjetër. Po ne nuk mund të lejmë që vërteta shkatroj botën, pa diskutim. Ma Po citoj. ne duhet themi gjysmë të vërteta. Po sa e kiqe gjysmë e vërteta. Është shumë e mirë. Shumë e mirë. Të gjithë mendojnë se e vërteta Është fix PR. Të gjithë mendojmë se e vërteta është një gjë e drejtë, ndërkohë që është fundi i botës. Dhe prandaj ne nuk mund të lejojmë që botës t'i vi fundi në emër të një gjëje të mirë dhe të drejtë. Ë? Nuk mund t'i themi gjitha. Pse duhet t'i themi gjitha? Duhet lëmë për minutazhin e radhës. E vërtet. Tani do ta mbyllim ke Trajnerët e 60 kombëtarës. sekonda kohë, për trajnerët kombëtarës me të cilët ke punuar, por Kam punuar mos më thuaj gjëra që nuk i din. I pari është Pushteti i tepërt i imi, jo vetëm i Dukës, 5 vjet e gjysmë, pra më i gjatë, ka bërë që të punoj me 3 trajnerë kombëtarës. Panucci. Panucci, Reja dhe Silvinho. Tre- Zgjedh gjithmonë deri në vdekje Eduardo Reja. Që e ke mbrojtur dhe një moment që po binte. Po, shumë shok dhe miq mi thonë që e kam rrëzuar, po pjesë ai ka qenë video shumë e bukur, shumë virale. Panucci, tre sinonime për Panucci. Sinonime kam vështirë të jap sinonime, po bipolar i frikshëm.